Përshëndetje. Ish ambasadorja Yuri Kim ka provuar edhe një herë se gjatë kohës në detyrë në Shqipëri ka përfaqësuar interesat vetjake, financiare dhe korruptive, dhe jo ato të taksapaguesve amerikan dhe aleatit strategjik të kombit shqiptar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke shkelur me të dyja këmbët, etikën diplomatike dhe standardet profesionale, ajo ka pranuar një post ekzekutiv si shpërblim nga një kompani të cilën e ka ndihmuar të sigurojë një kontratë me qeverinë shqiptare. Exxon Mobil, fal Yuri Kim, ka parkuar në gjirin e Vlorës 2 termocentral, lundrues të cilët nuk punojnë dhe as prodhojnë energji, e kundërta, dotin detin dhe brigjet përreth. Ajo që Yuri Kim quante aso kohë memorandum mirëkuptimi ishte një pakt korruptimi, me saj dhe bukrës së korrupsionit rekordmenes së kilometrit 25 milion euro Belinda Balluku. Yuri Kim tradhtoi kështu jo vetëm vendin e saj, por edhe interesat e qytetarëve shqiptar, taksat e të cilëve paguan për 2 dinozaur industrial të ardhur nga Azia. Tigri 1 dhe Tigri 3 janë dhurata që Yuri Kim i bëri Shqipërisë, nëpërmjet tyre ajo siguroi një vend pune pas pensionit dhe me siguri një bakshish të majm. Kjo ishte vetëm një nga pagesat që mori nga qeveria Rama për luftën e saj të paprincip kundër Partisë Demokratike, liderit të saj Berisha dhe opozitës në tërësi. Shpreha e saj famkeqe, do të hani bar, drejtuar demokratëve, është sot kujtesa e dëmit jo vetëm financiar, por edhe moral e elektoral që diplomat të tillë i kanë bërë dhe vazhdojnë t'i bëjnë Shqipërisë. Partia Demokratike thekson partneritetin dhe miqësinë e pacënueshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me administratën e presidentit Trump, dhe shpreh mirënjohje për sekretarin Rubio, që e pastroi departamentin e shtetit nga të korruptuar si Kim. Sot demokratët mund të qeshin me atë që po hap barin e hidhur të turpit. Faleminderit.